Hoxha, është vërtet se nëse fjalosesh me gruan dhe i thua ik, shko, a del prej një qahet, dhe më thonë aprishet ajo martes. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na ka tregu se nuk ka hajgare me një qah. Nëse dhe për hajgara, po nga nervoza, i thu fjalë të cilat kuptohen se është për qëllim shkurorëzimi, atëherë ndodh shkurorëzimi. Por nëse njëri e bën nga ignoranca se ka ditë se këto fjalë e shkurorëzojnë bashortën edhe pse për hajgare, atëherë inshallah taala tash e mos ta bëjnë një veprim të tillë. Po ashtu disa dietar kanë arsyetuar nëse njëri thot nga nervoza që pastaj nuk i kujtohet çka ka thonë. Si kujtohet? Tërësisht e ka kaplu nervoza dhe e ka thonë këtë fjalë. Po ashtu në varet çka kupton, nëse shko te baba rre për qëllim 1 ditë 2, okay, rregull. Por nëse është për qëllim shkurorëzimi, andaj rujuni me këtë fjalë, nuk po të them që e ke lshu, ke shkurorëzu, por ruju sepse është rrezik. Është rrezik. Rune një qajnë martesën e juaj e mos luni me ta sepse është diçka e shenjtë e bekuar që nuk ban me lujt me ta.